kam qenë kritik ndaj Ballkonit që i ka shit futbollistat e nuk ka pru nivelin e njëjtë me ata që janë largu. Aspekti sportiv. Aspekti biznesit thot diçka tjetër. Tash drita, për shembull, nuk mundesh ti tash ti më thon dritës, çore ti tash i ke fitu do parës në Evropë, kap edhe nëse ja marrë një stadion. Nëse jo obligative, po drita tash, nëse mendon logjikshëm për ta. Tash unë jam të menu logjikshëm. Tash unë mendoj që na duhet më uni krenor me faktin që ata po na prezantojnë neve në arenën ndërkombëtare. Dini se atë edhe çfarë do të më bëj, do të më afru edhe me çuni proces përpara. Jo më thonë që 15 vjet që 20 vjet u banën prallat e stadiumi, jo u blloku, jo një dokument që nëse. Ne do të më çu me punu. Apo kupton? Nesër do të më morrni vendim. Me morrë vendim mi shty proceset përpara, edhe me lshu stadiumin, se nuk e di që është me letra tash, po kapëm të për shtat Gjilanit, po ki stadiume plot tjera në Kosovë. Po çfarë do problemi me kom blend? 15 vjet 20 në stadiumet e marrë, nuk ka logjik. Çaty neve çaty na do të mu kop te pjesa e infrastrukturës, se do të më rresh atë pune me çu përpara. Çorbeti sot unë mendoj që kampionatin Kosovë do në tetor munal. Skiti kushte për me lujt. Që e provën ku ki, loja ndrenis që lujt. Po. Llaç ke stadiumi. Po. Ka tash mos shprehna me ndaj farasi, po. Katastrofë për këtë gjendja, po unë e kum pa lojën prej televizorit. Ma mirë se para herën e kaluar për kontra Nuk pa më gjelbër aty, kaft krejt, lloç. Jo, blend, çore. Do të thonë tash, edhe shkurti, edhe krejt na fajtor, krejt na fajtor, lëre. Nuk është këtu në pyetja, as nuk është ideja me ja gjujt